A është e unifikuar balanca për shqiptarët e zotërit Taravari pas kësaj lëvizje të fundit që ndodhi, pra dalja nga pushteti dhe rreshtimi në opozitë? Qëndron vetëm një fakt shumë i vërtet, pavarësisht tentativave për turbulencë brenda Aleancës për shqiptarët, është një pakicë shumë e vogël, individ caktuar, në krye me zotin Arben Fetaj, që tentuan të kryejnë fraksion të ri politik në suazat të Aleancës për shqiptarët, po ka vetëm një të vërtet, ai është i vetmuar dhe se struktura është shumë stabile, duke fillu nga degët, në nëndegët, deri tek forumi rinor, pastaj nga forumi rinor deri te organizata e gruas që vepron në suazat të Aleancës për shqiptarët, me përjashtim të individëve të caktuar të cilët janë larguar, të cilët edhe nuk kanë peshë dhe relevancë në suazat të fushveprimit politik të Aleancës për shqiptarët.